Mesha kësaj të diel në Kishën Katolike në Shkodër u drejtua nga Dom Prek Lazari. Në fjalën e tij para besimtarëve ai foli dhe për meshën e mbajtur nga Papa i Ri. Dom Lazari uroi që papat të kryejnë detyrën e dhuruar nga Zoti dhe të jep shembull në botë. Një falënderim e kishte për televizionin Rozafa për transmetimin e meshës çdo ditë për besimtarët që nuk kanë mundësi të ende pranishëm në Kishë. Jemi në një moment të veçantë sepse pikërisht në këto momente që jemi duke e kremtuar këtë meshë e fillon pontifikatin ati i shenjtë Leoni 14. Ta përcjellim me lutjet tona. Unë këtë meshë shenjte, nëse ju dëni së bashku me ju, ose së bashku me të gjitha ata që dojnë, dëshiroj t'ja paraqes Zotit për te, që shpirti i Zotit ta mbush, që ai ta kryej detyrën të cilën Zoti në këtë kohë ja ka dhuruar që ta drejtoj Kishën e të jep shembull në botë. Por të dashur vëllezër e motra, për cilin shembull bëhet fjalë? Për shembullin e dashurisë, të cilin e kërkon Krishti prej nxënësve të vet. Ai kërkon duke na urdhëruar që ta duam njëri tjetrin, sikurse Krishti na ka dashur ne. Ta falenderojmë Zotin kur në jetën tonë gjithmonë kemi pas në zemrat tona këtë dashuri. E në qoftë se na ka munguar ndonjëherë, t'i kërkojmë Zotit falje. Të dashur vëllezër e motra që merrni pjesë në këtë meshë shenjte përmes televizionit Rozafa, të cilin e falenderoj për shërbimin të cilin u bën të gjithë atyre njerëzve të cilët nuk e kanë të mundshme që të marrin pjesë në meshë edhe pse e dëshirojnë. Është një shërbim i mrekullueshëm që i bëhet secilit njeri, por e falenderoj Zotin edhe për ata njerëz të cilët dëshirojnë të marrin pjesë në meshë.